Vetëvendosje sërish e para habi, por ende në pamundësi për të formuar e vetme qeverin, apo jo? Fabiola, pa diskutim që këto zgjedhje ishin të jashtëzakonshme, jo vetëm për hir të faktit që ishin zgjedhje të parakohshme, vetëm 10 muaj pas zgjedhjeve të rregullta të 9 shkurtit, por të jashtëzakonshme edhe për sa i përket përballjes politike, edhe një lloj mesazhi të dhënë nga qytetarët gjatë këtyre zgjedhjeve. Sikurse ndoqëm edhe nga kronika, ato që konsiderohen tashmë si humbset më të mëdha janë partitë opozitare, po nga krau tjetër edhe vetëvendosja me të gjithë përdorimin e strukturës apo aparatit shtetëror, por po ashtu edhe me mundin që ajo bëri për ta sjellë diasporën këtu në Kosovë gjatë këtyre votimeve, nuk arriti që të sigurojë vetëm 61 deputet në kuvendin e Kosovës për ta formuar kështu qeverin minimalisht pa ndihmën e pakicave jo serbe. Për sa i përket kthimit të përqindjes në mandate, do duhet themi se me parafërsi ndoshta me plus apo minus 1 deputet, Lëvizja Vetëvendosje merr 56 ulse në parlament. Partia Demokratike e Kosovës ruan pak a shumë të njëjtin rezultat si në zgjedhjet e 9 shkurtit me 23 deputet, edhe pse do duhet themi që kjo parti e ndroi kryetarin e saj, po me sa duket kjo lëvizje nuk është se ka pasur ndonjë impakt të thellë në elektorat. Nga krau tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës është në një rezultat gati më të ulët historik të saj, me vetëm 15 deputet në parlament, edhe pse pritshmëritë nga kjo parti ishin më të larta, edhe pse është kërkuar në fakt dorëheqja e kryetarit të kësaj partie, çka duket se nuk ka gjasa që të ndodhë. Nga krau tjetër, Aleanca siguron 6 ulse në parlament dhe pjesa tjetër shkon për partitë e pakicave, 10 për listën serbe dhe pjesa tjetër për pakicat jo serbe. Ky do të jetë pak a shumë konfigurimi i parlamentit të ri, edhe pse sfidat politike për Kosovën duket se nuk kanë mbaruar këtu, menjëherë do duhet që pasi të konstituohet edhe parlamenti i legjislaturës 10 të diskutohet për çështje të rëndësishme që lidhen drejt për drejt me interesin e qytetarëve dhe qëndrojnë ose të paktën do duhet qëndrojnë mbi interesat e partive politike, që janë buxheti dhe votimi i 3 marrëveshjeve ndërkombëtare që janë pjesë e programit të planit të rritjes. Po. Duhet të ndalem pak habit tek rezultatet e partive opozitare. Përse jemi në këtë pikë? Çfarë ndodh? Do duhet që partitë të bëjnë një analizë të thellë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, gati 3 orë pas mbylljes qendrave të votimit edhe pak a shumë marrjes së një rezultati final të këtyre votimeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryetari i saj Lumir Abdixhiku dolin në një konferencë për media. Ai tha se do të ketë një takim së shpejti me strukturat e partisë për të analizuar në thelb se cilat janë problematikat. Ndërkohë nga krau tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka një dalje për mediat sot rreth orës 11:30 me për të parë se cili do të jetë qëndrimi i tyre dhe sa të thella apo reale do të jenë analizat e tyre për këtë rezultat, i cili pa diskutim konsiderohet i dobët dhe nuk konsiderohet absolutisht një sukses, edhe pse në krahun tjetër Partinë Demokratike të Kosovës pati, sikurse e thash, disa ndryshime, po që me sa duket ato nuk kanë qenë esenciale dhe nuk kanë prekur drejt për drejt votuesit, të cilët kanë zgjedhur të votojnë po njësoj. Pra nuk arritur besimin e qytetarët, po nga ana tjetër habi, si mund të krijohet qeveria? Pra, cilat janë skenarët që do ndjek Kurti? Skenari më i mundshëm është që me marrjen e 56 deputetëve, zotit Kurti dhe Lëvizjes Vetëvendosje do të duhen vetëm 5 deputet të tjerë, të cilët janë tashmë, sikurse e pam edhe nga lëvizjet tentativat e bëra pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, janë të gatshëm të gjenden mes partive të pakicave jo serbe. E lehtë, po themi, për të arritur një rezultat i tillë apo për të gjetur numra tashmë për zotin Kurti, por jo e lehtë për të kaluar disa marrëveshje të rëndësishme në parlament, për të cilat kreu i Vetëvendosjes i bëri thirrje mbrëm nga selia e Lëvizjes Vetëvendosje partive opozitare që të bashkëpunojnë dhe do duhet të nënvizojmë po ashtu që vendi është përballë një tjetër procesi të vështirë, një tjetër sfide politike që lidhet me zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, presidentit. Në fillim të marsit, presidenti Osmani i mbaron mandati dhe për këtë do duhet një konsensus i gjerë politik, dhe kemi parë se Prishtina së fundmi ka qenë e vështirë të futet në marrëveshje apo në po themi konsensus politik për të kapërcyer krizën. Një tjetër sfidë është përpara për Kosovën. E kuptoj. Mirë, Habi, të falenderoj për gjitha informacionet që përsolle.